Sa i përket nga indikatorëve makroekonomik të vendit, ne presim që viti të mbyllet me rritje prej 3.9%. Këto janë projekcione që dalin nga Departamenti jonë për stabilitet, për analiza financiare dhe stabilitet. Ky është në linjë me aktivitetin ekonomik që deri në gjysmën e parë të këtij viti u rrit me 3.8%. Ne parashikojmë që vitin 2026 rritja ekonomike të shkojë në 4.1%, që është e mbështetur kryesisht nga konsumi privat. Sigurisht rreziqet e pasiguritë mbeten, ato kanë të bëjnë me faktorët e brendshëm që karakterizojnë sistemin ton ekonomik dhe politik, dhe po ashtu edhe nga rreziqet e jashtme dhe tensionet tjera gjeopolitike, si dhe rritja përkatësisht rritja ngadalt e eurozonës. Pra duke qenë një ekonomi e varur nga importi dhe gjithashtu e ndërvarur nga bashkëpunimi me BE-n, me Shtetet e Bashkimit Evropian, kjo është evidente që do të ketë ndikim. Sa përket inflacionit, sipas të dhënave deri në muajin tetor, inflacioni në Kosovë ishte 3.6%, ndërsa pritet që të mbyllet viti me rreth 3.8%. Për vitin 2026 ne presim që inflacioni të zbutet në 3.4%. Rritja e inflacionit do nxjerrët kryesisht nga rritja e çmimeve të ushqimit, po që janë gjithashtu në linjë me dinamikat rajonale dhe evropiane. Shifet që në vitin 2025 ka pasur një zgjerim edhe më të tjeshëm të bilancit në kuptimin e deficitit, nga 5% e GDP-s në 7% e GDP-s. Kjo gjithashtu ka ndjekur një farë trendi, nëse shikojmë nga viti 2020, një trend i cili megjithatë paraqet një vështirësive tona strukturore të ekonomisë. Pra ende zhvillimi ngadalt i eksportit, përkundër që siç e shihni më vonë, ka zhvillime pozitive në disa prej sektorëve, veçanërisht sektorin e shërbimeve. Këtu është paraqitur eksporti i mallrave në grafin e parë lart, në grafin e dytë importi i mallrave, pra eksporti shifet që ka pasur një ngadalësim në vitin e fundit krahasim me 2 vitet përpara, ndërsa importi ka vazhduar një ritëm të rritjes. Kurse një sektor që po performon mirë është eksporti i shërbimeve, ku shifet që rritja është dyshifrore, pra mes 13 ose 14% rritje për vit, kurse importi i shërbimeve ka trend rënës. Pra kjo është një prej elementeve shumë të rëndësishme, sepse ndërlidhet shumë edhe me kapitalin njerëzor, intelektual që ka vendi dhe me mundësi që të rritet treja veçanërisht të ofrojnë shërbimet e tyre, dhe kjo është që po ndikon pozitivisht në bilancin e pagesave. Këtu paraqitet sa ka qenë prezenca dhe sa është sot në institucionet financiare në 4 komunat më veriore të vendit. Kjo veçanërisht për të qenë linjë me zotimin që ne kemi pas për shtrirjen e institucioneve financiare në vendet ku nuk kanë qenë mirë të mbuluara ose kanë qenë pak të mbuluara me shërbime financiare. Pra nga 4 banka sot janë 12 banka, 12 degë bankare prezente, që janë 3 fish, nga 2 mikrofinanca në 3, nga 1 kompani sigurimit në 4, nga 10 jo banka në 31. Me një fjalë numri nga 17 ka kaluar në 30. Nëse kredit janë rrit rreth 15%, pra në raport me një vit përpara. Në përgjithësi kam rri vlera kredive në 6.5 miliard, dhe përsëri nëse krahasojmë 5 vjet përpara ishte 3.2-3.3 miliard, pra janë 2 fishim i kredive.